Zbulohet blerësi i tualetit prej ari për $12.1 milion. Është zbuluar blerësi misterioz i tualetit prej ari 18 karatësh, një vepër arti e njohur me emrin në Amerika, e krijuar nga artisti italian Maurizio Cattelan dhe e shitur për $12.1 milion në ankandin e South By në New York. Sipas mediave ndërkombëtare, përfshirë Independent dhe një reagim zyrtar të kompanisë, tualetin e ka bler Replace Believe It or Not, e cila njihet për koleksionet e saj të objekteve të pazakonta dhe historitë e çuditshme. Instalacioni i bërë nga 101 kg art 18 karatësh është plotësisht funksional. Versioni i parë u vendos në një tualet publik të muzeut Guggenheim në vitin 2016 dhe u përdor nga mbi 100.000 vizitorë dhe më pas u zhvendos në Angli, ku në vitin 2019 u vodh nga një grabitje spektakolare. Por pas një procesi të gjatë gjyqësor, disa prej autorëve u dënuan me burg, ndërsa këtë javë ai u nxorr në ankand në versionin e dytë të instalacionit. Vlerësia konfirmoi blerjen përmes një postimi në Instagram, duke shtuar se po shqyrton mundësinë që vizitorët lejohen ta përdorin këtë front të art, edhe pse një iniciativë e tillë kërkon rregulla të forta sigurie dhe shumë guxim.